Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësitë e shumta me të cilat na begaton dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, krijesën e tij më të zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me ligjëratën e radhës në lidhje me shenjat e mëdha të kiametit. Kemi arritur deri tek shenja e Dexhallit, do me thonë e daljes së Dexhallit. Dhe kjo faktikisht është ligjërata e dytë, do me thonë në lidhje me këtë shenjë. Në ligjëratën e kaluar folëm për cilësitë e tij, folëm për atë se ku do të del, do me thonë vendin e daljes, folëm për faktin se do ta shëtit tër botën, mirë po nuk do të mund të futet në Mekë dhe në Medinë, dhe folëm për pasuesit më të shumtë të tij, se cilët janë, do me thonë, grupet e njerëzve të cilët më së shumti e pasojnë atë. Sot do të folim për fitnën e Dexhallit, se me çfarë sprovash i sprovon Dexhalli njerëzit. Do me thonë, çka është fitnja e tij, realiteti i fitnës së tij. Thot ky dietar, fitnja e Dexhallit, thot, është fitnja më e madhe prej kur e ka krijuar Allahu Ademin a.s. deri në ditën e gjykimit. S'ka fitnë më të madhe, thot, se fitnja e Dexhallit prej kur e ka krijuar Ademin deri në ditën e gjykimit. Dhe kjo është fitnja më e madhe për arsye se gjitha llojet e fitneve do t'i ketë ai, do me thonë në dispozicion. Njeriu në këtë jetë sprovohet me fitnë të ndryshme, dikush është i dobët të kjo, dikush të ajo, kurse Dexhalli do t'i përmbledh gjitha këto. Dhe do t'a shoh varësisht se në çka është i dobët ai njeri, do t'ja ofroj më shumti atë aspekt. Disa njerëz, për shembull, pasuria i mashtron më shumë. Fitnja e pasurisë është fitnja më e madhe e cila mund t'i devijoj. Disa të tjerë nga aspekti i femrave, do me thonë, aspekti i epshit, në këtë aspekt ai është më i dobët. Disa të tjerë autoriteti, e kështu me radhë. Kurse Dexhalli do t'u ofroj gjitha këto. Madje, siç ceket në për hadithe, thot, do të flas me një beduin dhe do t'i thoj, a beson mu si Zotin tënd. Dhe ai në fillim do t'a mohoj, do të thoj jo, nuk besoj se ti e Zot. Pastaj Dexhalli do t'ja jep një kusht. Do t'i thoj, nëse unë e ngjalli prindrit e tu, do me thonë, nëse e ka pasë këtë pikë dobët e ka, do me thonë, i kanë vdek prindrit brenda një kohë të shkurt, e ka marrë këtë informat dhe e shef se këtu e ka pikën e dobët, është i përmalluar për prindrit, edhe i thot, nëse e bën këtë, thot, do të besoj. Mirë pa, do t'i ngjall në realitet prindrit? Jo, do të dalin, thot, dy xhin prej xhinve në formën e prindërve të tij, në mënyrë që ta mashtrojnë. Sepse njeriu e vdekur nuk mund ta ngjall askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai do me thonë, edhe babai, edhe nëna e tij, të cilët në realitet do me thonë nuk janë prindrit e vdekur, po janë mashtrim prej xhinve, do t'i thonë, o biri ynë, besoj këtij. Pra sprov e madhe, dhe vetëm ata që kanë iman, besim si duhet në Allahun subhanahu wa taala, do ta tejkalojnë këtë sprov. Ndërsa për të tjerët do t'jetë devim. Për këtë shkak, fitnja e Dexhallit është fitnja më e madhe që do t'jetë pra dhe që ka qenë deri në ditën e gjykimit. Transmeton Imam Muslimi nga Hudhaifja radiallahu anhu, i cili thot, kale Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, ka thon i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam, për Dexhallin, ma'ahu jannatun wa nar. Dexhalli thot,
do ta ketë një farë si lloj xheneti dhe si një lloj xhehenemi. Do të thonë me vetë ai prej sprovave është se ka një kopsht të bukur, më thonë me gjitha bukuritë që mund të paramendohen, dhe një si vend ku ka zjarr dhe si dënim hesapi, do me thonë për ata që e kundërshtojnë. Po ashtu e njëjta gjë përmendet nga Hudhaifja, i cili transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë hadith po ashtu e transmeton Muslimi, i cili thot se Muhamedi alayhis salam ka thonë: ma'ahu nahrani yajriyan, i ka me vete dëgjalli dy lumej. Ahaduhuma ra'yal ayn, njëra prej tyre thot është si ujë i pastër i mirë, do të thonë shikim duket si uji më i bukur që e ke parë ndonjëherë. Wal akhar narun ta'ajjaj, kurse tjetri thot është zjarr që grafllon, do të thonë si lloj llave, do të thonë lum i ngjashëm me llavën e vulkanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: mos u brengosni, do të thonë kundërshtojeni dëxhallin dhe shkoni tek zjarri, tek ajo që ju duket në shikim si zjarr, sepse dhe thot nëse friksoheni mbyllni syt, wal yagmit, do të thonë le të mbyll syt besimtari, mos bëhet kjo shkak që ai të bëj kufër në Allahun subhanahu wa taala, dhe pastaj le të futet në të, sepse vallahi është ujë i ftoftë. Do të thonë nuk e lejon Allah subhanahu wa taala që ta djeg ajo besimtarin nëse i ndodh. Në një hadith tjetër përmendet se sahabët kur i dëgjuan, do të thonë këto lajmet e dëxhallit, e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: wa ma lubthuhu fil ard, sa do të rri dëxhalli në tokë ja Rasulullah? Qala 40 yawman, tha 40 ditë. 40 ditë. Yawmun ka sana, një ditë do të jetë sa një vit. Wa yawmun ka shahr, një ditë do të jetë sa një muaj. Wa yawmun ka jum'a, një ditë do të jetë sa një javë. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, kurse ditët tjera do të jenë thotë sikurse ditët tuaj, do të thonë të ngjashme. Pra dëxhalli del në një kohë kur, si me thonë, gjithësia ndryshon diçka. Sepse dita e parë kur do të del ai, do të ketë ditë një vit. Do të thonë do të jetë ditë një vit, do të ketë dritë tër toka një vit. Allahu alem çka është shkaku. Më thonë dhe hadithi nuk e mohon këtu në këtë rast përdorimin e ndonjë lloj teknologjie, Allahu alem, do të thonë kryesorja një ditë sa një vit. Çashtu do ta caktojë Allahu subhanahu wa taala, që tjetë dritë sa një vit, dita tjetër sa një muaj, thot, dita tjetër sa një javë, dhe dita tjetër do tjetë si dita tona, do më thonë 24 orë. 24 orë. Në një transmetim përmendet se në këtë rast sahabët, subhanallah, shikoni çfarë pyetje kanë bërë sahabët. Dhe kjo pyetje nuk i shkon ndërmend secilit, a? Kanë thonë, po namazin ja Rasulullah, çka të bëjmë me namazin? Te kjo dita që është sa një vjet, si do ta falim në namazin ja Rasulullah? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'ja caktoni kohën. Do t'ja caktoni, tu kaddiruna laha. Do më thonë me takdir, do më thonë e caktoni. E shifni ma herët, për shembull, në mes sabahut edhe drekës, sa ka pas, sa orë? 8 orë, ma shumë, ma pak, varet. Do më thonë, kur del dëxhalli, ju do ta shifni para se me dalë, para se me u bë dita sa një vit, se sa ka qenë koha në mes të namazit. Kjo është takdir, do më thonë e cakton me orë, me kohë. Në mes drekës dhe ikindi, sa ka pas 3 sahat, 4 sahat, varsisht kur del, mes ikindis akşamit sa ka pas, dhe mes akşamit dhe acis sa ka pas. Dhe edhe pse dielli është në qiell, është ditë, besimtarët duhet falen sa për një vjet. Dhe padyshim se kjo është prej argumenteve që tregon vlerën e namazit, prej argumenteve që e potencon dhe e fuqizon vlerën e namazit. Pastaj sahabët e pyetën ja Rasulullah, çfarë shpejtësie do të ketë
Dejjali, thot pejgamberi alayhis salam, do të ketë shpejtësi sikurse era pasi bjen shi, do më thonë, sikurse erë e fuqishme me shi, erë fortune. Dhe këto era mund të shkojnë, do më thonë, me qindra kilometra në orë shpejtësi. Kjo do tjetë shpejtësia e shëtitjes së tij në për tokë. Sa që si që përmendëm, do më thonë, dersin e kaluar, nuk do të lej vend pa shku tek ai vend. Dhe pa u ofruar atë thirrjen e vet. Pa u dhona davetin e vet, do më thonë thojza, nuk do të laj vend. Përpos Mekës dhe Medines. Aty me laqet do ta ndalin, do ta stopojnë. Mirë po do të pres jashtë, në Medinë përmendet se do të pres jashtë. Dhe do të dridhet toka e Medines dhe do të dalin prej saj të gjithë njerëzit që janë munafikat, dyftyrsha, që nuk kanë, do me thonë, sinceritet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot pastaj pejgamberi alayhis salam në të njëjtin hadith, të cilin e transmeton Muslimin sahihun e tij, do me thonë s'ka dyshim se është hadith sahih, thot do të shkoj, thot, yati ala qaum, do të shkoj tek një popull, fayaduhum fayu'minuna bihi, do t'i thirr ata dhe ata do t'i besojnë atij. Wa yastajibuna lahu, dhe do t'i përgjigjen. Fayamuru as-samaa fatumtir, dhe do ta urdhroj qiellin që të lëshoj shi. Wal arda fatumbit, dhe do ta urdhroj tokën dhe toka do t'i nxjerr bimët prej saj. Pra Allahu subhanahu wa taala do t'ja jep këtë mundësi si sprov për robrit. Do më thonë, në vendin ku do t'i besojnë ati, pra do të bëjnë kufër ndaj Allahut subhanahu wa taala, do të ketë shi dhe do të ketë bim. Do më thonë, do të dalin pemët dhe perimet. Pastaj thot, do të shkoj në një vend tjetër, thot. Fejeduhum, dhe do t'ju bëj thirrje. Mirë po, jeruduna alejhi, ata do t'ja refuzojnë fjalën e tij. Do thojnë nuk të besojmë ty. Fejansarif anhum, atëherë thot do të largohet prej tyre, fejusbihun mumhilin, dhe ata kur do të ngriten mëngjes, do më thonë krejt bereqeti është shkatruar. A tha toka, nuk ka bim, nuk ka pem, s'ka perime. Kjo do t'jetë sprov prej sprovave, të cilët do t'ja mundsoj Allahu subhanahu wa taala si sprov për njerëzit. Pastaj do t'i thoj, thot, do të shkoj në një vend, do t'i thoj tokës, nxjerri ato begatit që i ke, do me thonë arin, argjentin, diamantat, gurët e çmueshëm, kunuz, do me thonë nxjerri thesaret tuja, do t'i thoj tokës. Thot, dhe pasi t'i nxjerr do t'i shkojnë pas, do me thonë do t'a ketë me veti arin, argjentin dhe gurët e çmueshëm, diamantat e të ngjajshëm. Kjo është pra në lidhje me fitnet e tij. Thot, mirë po do të ketë edhe besimtar që do ta kundërshtojnë. Transmetohet në Buhari nga Ebu Sejid el-Khudriu radiallahu anhu, se ai i cili do ta kundërshtoj atë ditë Dejjalin, min khiyarin nas, thot është njeriu më i mirë. Do të del një djalosh i ri prej Medine, do me thonë tek vendi ku është Dejjali. Mirë po nuk do të del për t'i besuar, po për t'a kundërshtuar. Dhe do të thoj, dëshmoj se ti e Dejjali për cilin na ka informuar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dejjali do t'a vrajt prej hidhrimit, do me thonë do t'a pres në mes. Do t'a pres në mes dhe do të dahet përgjysëm. Pastaj do të urdhroj që të ngritet përsëri. Kur ngritet ai, do me thonë, pasi që bie, kur ngritet, dhe kjo është i vetmi rast ku përmendet se do të vras njeri dhe do të ngritet, që tërkund s'përmendet, që tregon se është rast i veçantë për këtë njeri. Mirë po e lejon Allah që t'jetë argument kundër ti, plus, sepse ai besimtari kur ngritet thot, vallahi, kjo edhe më shumë ma ka shtu bindjen, se ti e Dejjali.
atëherë s'ka çka i bëj edhe do ta liroj. E përmendëm shkurtimisht në dersin e parë se disa njerëz, domethënë janë munduar që meselen e Dejxhallit ta shndrojnë në mesele metaforike. Domethënë kanë thonë nuk ka për qëllim njerë, po është për qëllim fesadi, është për qëllim fitnet e mëdhaja, disa kanë thonë teknologjia, për këtyne më të mëvonshmive, jo më të mëhershmive, domethënë flas për shekullin e fundit, ndoshta kjo fjalë është përhapur shumë, sepse muslimanët janë dobësuar, domethënë ndikimi i sulmeve të orientalistave kështu me radhë ka shkaktuar që ta shohin domethënë fenë e tyre vetë muslimanët me një farlloj kompleksi. Dhe kjo ka shkaktuar që sa herë që ka ardhur ndonjë sulm, ka kjon, ka jon, nuk janë munduar që ta kundërshtojnë sulmin, po janë munduar që t'ja përshtatin, domethënë fenë sulmit. Dhe kjo nuk ndodh me dietarët e mëdhej, dihet, mirë po me disa mendimtarë dhe njerëz që mundohen të flasin për fe. Saqë subhanallahu prej gjërave që përmenden është se kur ka dalë në fillim teoria e Darwinit para më shumë se 100 vjet, disa prej muslimanëve, jo prej dietarëve të mëdhej, po disa prej muslimanëve, domethënë mendimtarëve atyre që ju është dëgjuar fjala në atë kohë, disa prej muslimanëve duke menduar se usos puna kjo vërtetu ku e diçka kanë argumente të fuqishme, çka kanë thonë subhanallahu, kanë thonë po qashtu është pi majmunit, ama Allahi e ka kriju pi majmunit. Domethënë janë munduar në këtë t'ja përshtatin fesë. Dhe kjo është devijim. Feja është baza, tekstet e fesë janë baza, pa marrë parasysh se në atë rast sprova fitnja është e madhe, teksti është ai i cili t'jepet përparësi. Dhe ne tash e dim se teoria e Darwinit, domethënë teoria e kësaj, ka ra tek shumë prej shkencëtarëve. Dhe ata që e përkrahin me fanatizëm. Domethënë janë anglez fanatika ndaj Darwinit, të cilët e përkrahin. Mirë po, kur ta shikosh në aspektin shkencor, s'ka asnjë far baze. Edhe me Dejxhallin kështu. Disa prej njerëzve janë mundu të thonë se është metaforë, se është, domethënë, teknologjia, mirë po kjo nuk ka asgjë të vërtetë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë është njeri, ka thonë njënin sy e ka të fshim, qorë. Ka thonë se do t'i shkruaj qafir mball, domethënë kafir. Ka thonë se do të shfaqet, është kështu, është ashtu, krejt cilësit. Njerëzit do t'a shohin si njeri, do të komunikojnë me atë, do të bisedojnë. Nuk është për qëllim sistemi, domethënë ndonjë sistem i kufrit, i sodit. Nuk është për qëllim teknologjia. Madje dietarët e Ehlusunetit kur kanë thonë se nuk është për qëllim teknologjia, për argumenteve kam përmendur se Dejxhalli s'mund të hyjë në Mekë dhe në Medinë, kurse teknologjia ka deportuar edhe në Mekë edhe në Medinë. Pra nuk ka argument që e bën këtë farlloj që përforcon faktikisht këtë mendim. Dhe prej këtyre më bashkohorëve që mund t'i përmendim që e kanë këtë mendim, është Imran Hussein, me të cilin janë sprovu shumë prej njerëzve, sepse ka oratori njeriu, më thonë din të shprehet, ka oratori dhe shumë prej njerëzve mendojnë se krejt çka thot ajo është tamam. Kjo gabim, sidomos kur vjen tek shenjat e kiametit, tek Dejxhalli dhe gjëra tjera, ka devijime, domethënë bën teuil, i mohon këto. Faktikisht ai thot se është për qëllim sistemi. Thot ajo dita sa një vjet është për qëllim sundimi i mbretërisë angleze apo Britanisë së Madhe. Dita thot sa një javë, sa një muaj është për qëllim sundimi i Shteteve të Bashkuara dhe dita sa një javë është për qëllim kur Izraeli do ta merr në dorë, domethënë sundimin e botës. Mirë, po kjo s'ka asnjë far argumenti që e përforcon këtë. Dhe padyshim se kjo është dalalet dhe dietarët e Ehlusunetit nuk e përkrahin këtë mendim. Si mund të kundërshtohet ky mendim, domethënë mund të kundërshtohet me atë se pejgamberi alayhis salam ka fol qartë. Lese ka thonë se është njerë, po edhe ja ka përmend cilësit në mënyrë detale. Kjo është një argument. I dyti është hadithi i Ibn Sajadit,
Ibn Sajadi, Jahudiun Medine, për cilin pejgamberi alayhis salam dyshonte se mos a nuk ka dexhalli, do të thonë kish dyshime rreth tij. Ibn Sajadi ish njerë, apo sikur ti për qëllim metafora nuk do dyshonte tek një njeri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu hadithi i Temimet Darit radiallahu anhu, i cili tregon se kanë shku me një ishull dhe kanë parë një njeri të lidhur, i cili pas ka pas sifatet e dexhallit, domethënë. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka treguar këtë hadith. Edhe kjo tregon se dexhalli qen ka një njeri. Edhe pse as për Ibn Sajadin e as për atë nuk ka thonë pejgamberi alayhis salam se ky është 100%. Mirë, po këto argumente janë argumente 100% se ai është njeri, nuk ka mundësi të jetë diçka metaforike, diçka, do të thonë sistemi caktuar apo kohë caktuar apo fitne, do të thonë kështu në përgjithësi. Sepse për ndryshe atëherë del se dyshimi që e ka pas për Ibn Sajadin Muhamedi alayhis salam ose hadithi i Temimet Darit del se këto janë palidhje. Unë nuk e di se si ata që e përkrajnë këtë mendim çka bëjnë me këto hadithe të sakta që janë në Buhari, në Muslim, do të thonë çka bëjnë me këto hadithe, si komentojnë apo çka u bëjnë, ai mohojnë, çka u bëjnë, unë se di, mirë po nuk ka mundësi njeriu t'i lexojë gjitha hadithet e dexhallit edhe të bjerë në përfundim diçka tjetër përveç asaj se është njeri. Po si jeton pak më gjatë, ka deshtë Allahu subhanahu wa taala. Për Allahun çdo gjë është e lehtë. Apo çdo gjë është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka deshtë Allahu subhanahu wa taala që këtë rob ta bëj pak më ndryshe që të sprovohen njerëzit. Disa prej dyshimeve që i kanë përmend se kjo është temë e gjerë, mirë po to më të rëndësishme kanë thonë se këto gjëra që i bën të jashtëzakonshme dexhalli mund të shkaktojnë që dikush ta ngatrojë me pejgamberët. Andaj nuk është e saktë se Allahu nuk mund t'i jep, do të thonë, dexhallit diçka që është e ngjashme me mucizet e pejgamberëve. Përgjigjja ndaj kësaj është se nuk është e vërtetë, nuk mund ngatrohet me mucizet e pejgamberëve. Se dexhalli nuk pretendon se o pejgamber. Si ka mundësi kjo me këtë ngatrohet? Si hërbazat, disa prej tyre ndoshta edhe ngriten, fluturojnë. Mirë po, se cili që e shef se është punë shejtani kjo, nuk është punë prej Allahut subhanahu wa taala, do me thonë. Në rastin e dexhallit, ai do të ndihmohet me shejtana, me xhin, padyshim. Do të ndihmohet me gjitha këto gjëra, po edhe Allahu subhanahu wa taala do t'ia mundsojë disa gjëra, mirë po këto janë të qarta se nuk janë, do me thonë, prej gjërave me cilat mund ngatrohet me mucizet e pejgamberëve. Sepse dexhalli thotë unë jam Zot, edhe me gjitha të është qarë, nuk shef. Më thonë është e qartë kundërthënia e tij, për atë që ka besim, për atë që beson në Allahun subhanahu wa taala. Si ka mundësi të jetë Zot as njërin sy e ka qartë, tjetrin e ka të deformuar, kompti ka të deformuar, siç e kemi përmendur në dersin e parë. Çfarë Zoti është ai? Apo ka nevojë të ushqehet, ka nevojë të kryejë nevojë fiziologjike, çfarë Zoti? Më thonë, meselja ti është e qartë. Sprovat e ti vetëm do t'jenë për të nxjerrë kufrin e qafirave, se besimtari që ka imon nuk mund t'a dëmtoj. Nuk mund t'a dëmtoj dexhalli, do më thonë, dhe sprova e dexhallit. Ky dietar përmend gjëra gjatë, do më thonë, për këtë mesele, mirë po nuk do të zgjatej shumë dersi në këtë formë. Ne do të shkojmë tek pika e radhës e që është si të mbrohemi në prej dexhallit. Deri tash kjo ke teori për ta ditë se me kënd kemi të bëjmë punë. Kurse tash flitet për praktik. Do të thonë praktikisht çka të bëjmë që të mbrohemi prej dexhallit, se si të mbrohemi prej fitnes së tij. Mund bëhen disa gjëra, do të thonë, që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para është padyshim kapja për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe armatosja me armën e besimit.
Sepse ai I cili ka besim, do më thonë, dhe I din gjërat esenciale, do më thonë armatosja me dituri dhe iman, ai nuk mund të mashtrohet prej Dejxhallit, siç e përmendëm rastin e atij djaloshi, do më thonë, që e kundërshton atë, sepse I shef qarta. Besimtari, thot pejgamberi alayhis salam, do ta shef se mball I shkruan kafir, do më thonë kafere, 3 shkronjat arabe, kafi, faja dhe raja. Andaj ai që para se më ardh Dejxhalli ka pas iman, e ka rujt veten, do më thonë, prej kufrit, kur të vjen Dejxhalli do të mbrohet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. E dyta është të kërkojmë mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala prej sprovës së tij. Siç transmeton Muslimi nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Idha tashahhada ahadukum", kur ndonjëri prej jush të ulet në tashahhud. Do të thonë tashahhud është kur ulesh namaz në rekatin e dytë dhe të katërtin. Thot Muhamedi alayhis salam: "Idha tashahhada ahadukum", kur ulet ndonjëri prej jush në tashahhud, dhe është për qëllim të shahudi I fundit, do më thonë, el akhir, jekul, le të thoj, Allahumme, o Zotim, inni audhu bike min adhabi Jahannam, o Zotim, unë kërkoj mbrojtjen tënde prej dënimit të Xhehenemit, wa min adhabi l-kabr, prej dënimit të varrit, wa min fitnetil mahya wal mamat, prej sprovës së jetës dhe vdekjes, wa min sharri fitnetil mesihit Dejxhall, dhe prej sprovës dhe sherrit të Dejxhallit. Më thonë kërkon mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Thot Tavusi, do më thonë e transmeton prej Tavusit se kur djali I tij, do më thonë pasi e kryen të namazin, nuk e këndonte kët lutje, e obligonte që ta përsërit namazin. Tavusi, do më thonë, rahimehullah, djalin e tij e ka obliguar që ta përsërit namazin. Kjo e tregon rëndësinë e kësaj lutjes dhe secili musliman duhet që ta mësoj dhe ta thoj në tashahhud. Imam Sifarini rahimehullah thot: "Mimma yanbaghi li kulli alim", ajo që I takon çdo njeriu që I din këto gjëra, en yabutha ahadith ad-dajjal baina al-awladi wan-nisa'i war-rijal, që ti përhap, do më thonë, lajmet e Dejxhallit në mes të njerëzve, sepse ka duar edhe enne min alamat khurujihi nisyanu dhikrihi, sepse thot është përmendur se ai do të del kur do të harrohet përmendja e tij. Më thonë do të del kur njerëzit se presin, kur e kanë haruar meselen e tij. Qatë shumë do të dobësohen sa që nuk e përmendin, se kjo është prej meseleve të akides, besimit, shenjat e kiametit, prej gjërave që njeriu duhet t'i besoj. Dhe kur do të harrohet puna e tij, do të thonë nuk përmendet në përligjerata, në përdersa, ai atëherë do të del, sepse do të jetë tereni më I përshtatshëm për t'i përhapur mashtrimet e tij. Thot pastaj ky dietar: "Wala siyama fi zamanina", e sidomos në kohën tonë, më thonë flet për para qindra vjetëve, subhanallah. Thot në të cilin janë përhapur fitnet, është përhapur xehli, njerëzit janë larguar prej fesë të Allahut subhanahu wa taala dhe janë shtuar sprovat. Po thot ky dietar sidomos në kohën tonë, subhanallah, flet para qindra vjetëve. Flet para qindra vjetëve. Prej gjërave që janë transmetuar, do më thonë që të mbrojnë nga sprova e Dejxhallit, është hifdhu ayatin min suratil Kahf. Hifdhu ayatin min suratil Kahf. Transmeton Muslimi, do më thonë që ti mësojsh, përmendsh ajetet e para ose të fundit prej surës Kahf. Do më thonë ka transmetim për ajetet e para dhe ka transmetim për ajetet e fundit surës Kahf. Cilla do të qoftë prej këtyre, do më thonë të mësohen, përmendsh dhe të përsëriten, kjo insha Allahu Taala e mbron njeriu prej sprovës së Dejxhallit.
Thot pejgamberi alayhis salam, do të thonë këtë hadithin që e transmeton Imam Muslimi prej Nawas ibn Sam'anit radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men adrakahu minkum falyaqra alayhi fawatih suratil Kahf." Kush prej jush e takon, do të thonë, ose e arrin kohën e Dejxhallit, letja lexoj atij ajetet fillestare prej surës Kahf. Do të thonë, nëse ai afrohet, leti lexoj këto ajete me lejen e Allahut, më thonë ai do të distancohet prej këtij njeriu dhe nuk do të vazhdoj me të. Sepse qofshin shejtanat njerëz, qofshin shejtanat xhin, do të thonë nuk e durojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e durojnë, do të thonë, fjalën e Allahut subhanahu wa taala, dhe fjala e Allahut bëhet sebeb për largimin e tyre. Po ashtu transmeton Muslimi rahimahullah nga Ebu Derda radiallahu anhu se anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, se i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam ka thonë: "Men hafidha 10 ayatin min awwal surati al-Kahf usima min ad-Dajjal." Thot kush i mëson përmend, tash e përmend numrin e ajeteve. Hadithi i parë thojke ajetet e para, tash thot 10 ajetet e para prej surës Kahf. Do të thonë 10 ajetet e para prej surës Kahf. Do të mbrohet me lejen e Allahut prej Dejxhallit. Kush i mëson përmendsh, dhe hadithi tjetër pra tregon që t'ja lexoj atij, ti këndoj me zë kur të afrohet Dejxhalli. Kjo është gjëja e tretë që thamë. Gjëja e katërt është që mos t'i afrohemi Dejxhallit. Thonë edhe kjo e mbron muslimanin. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, kur dëgjoni se ka dalë me një vend, mos shkoni ju atje. Do të thonë mos e kërkoni fitnën me zor. Mos u sprovoni me zor. Dhe kjo është argument për muslimanët se në vend fitnës nuk bëhet davet. Dikush thot do të futem në diskotekë, bëj davet. S'm bën davet në diskotekë. Ose në vende tjera ku është fitnja e madhe, ku s'ke mundësi që ti ta kontrollosh fitnën, mos shko aty të bësh davet, nuk mund bësh. Sepse mund sprovohesh. Pejgamberi alayhis salam për Dejxhallin po thot mos shko, sepse ndonjëri prej jush mendon se është shumë i fuqishëm, në realitet o i dobët. Se asnjëri se din imanin, nuk ka imanometër, do të thonë që ta di se si e ka imanin. Dikush mendon se e ka shumë të fortë, në realitet nuk e ka shumë imanin e fortë. Andaj pejgamberi alayhis salam thot mos shko, sepse do të sprovohesh. Do të sprovohesh. Nëse nuk bën komplet qafir, mund të ta dobësoj imanin. Pse ta rrezikojsh, do të thonë vetvete. Kjo është prej gjërave që do të thonë e mbrojnë muslimanin prej Dejxhallit. Dejxhalli thamë është përmendur në hadithe sahih, do të thonë Buhari, Muslim dhe hadithe tjera të njohura dhe të shumta, do të thonë me 10 hadithe. Me 10 hadithe. Mirë po, si emën Dejxhall nuk është përmendur në Kur'an. Dietarët janë munduar që ta tregojnë urtësinë. Pse nuk e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala Dejxhallin me emën në Kur'an? Apo pse s'ka thonë Dejxhall kështu me këtë fjalë? Dhe dietarët i kanë përmendur disa urtësi për këtë gjë. Kanë thonë, e para prej tyre kanë thonë ennehu madhkurun dimna al-ayat. Sepse është përmendur në mesin e shenjave. Allahu i ka përmend shenjat. Do të thonë ka për qëllim shenjat e kiametit, i ka quajtur ayat. Shenja. Do të thonë kur përmenden shenjat, përmendet në mesin e tyre edhe Dejxhalli. Andaj nuk ka nevojë që të përmendet me emën. Si për shembull namazi, drekës, i qindis nuk o përmend Kur'an se sa rekat është, apo? Mirë po kjo nuk është argument se ajo
nuk ekziston. Më thonë dikush mund thoj po se ka përmend Allahin Kur'an. S'ka lidhje, ka përmend Muhamedi a.s. Dhe fjala e tij është vahi. Wa ma yantiqu anil hawa. Nuk flet prej epshit të tij Muhamedi a.s. In huwa illa wahyun yuha. Është shpallje që i shpallet. Allahu subhanahu wa taala këto ajetet i ka përmendur në surën An'am, ajeti 158, thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra." Thot kur do të vinë ajetet, shenjat e Zotit tënd, nuk do t'i bëj dobi besimi kërkujt nëse më herët nuk ka besu. Më thonë, kur do të fillojnë këto gjëra, nëse kjo gjendje e ka arritur njeriun, gjithësisht lindja e diellit nga perëndimi dhe gjëra tjera që vijnë pasaj, nëse kanë arritur njeriun kafir, mo nuk do t'i bëj dobi imani i tij. Dhe këto ajete, siç thonë mufesirët, komentuesit e Kuranit, janë Dejjalli, lindja e diellit prej perëndimit dhe kafsha e cila do del dhe do t'ju fol njerëzve. Dietarët kanë thonë po ashtu, tjetër është se Kurani e ka përmend zbritjen e Isaut a.s. Do me thonë, e ka përmend zbritjen e Isaut alayhi salatu wassalam. Dhe Isa alayhi salam do të vijë për ta vrarë Dejjallin. Urtësi tjetër, kanë thonë dietarët, nuk e ka përmend si nënçmim për të. Se sikur ta përmendte në Kur'an, do të ishte si far një lloj si nderim për të, domethënë. E ka injoru komplet si nënçmim për të. Ndonjëherë domethënë injorimi është për shkak të nënçmimit, se faktikisht nuk ja vlen as të përmendet. Dhe këtu dëshiroj të potencoj se ndonjëherë domethënë kur e lufton një dukuri negative, ndonjëherë më e dobishme është që mos përmendet direkt. Po të përmendet në përgjithësi, që mos t'i bësh reklam asaj, apo? Nëse për shembull ndonjë faqe e vogël, ta marrim si shembull në Facebook, është një faqe që shon fen e Allahut, mirë po i ka 100 veta. E tash këtë faqe ta çelish te një faqe që i ka 300.000 veta ose 200.000 veta dhe thuni kujdes, ruajuni prej kësaj faqes që i ka 100 veta. Domi u më mas se dobia, se ti faktikisht po i bën reklam këtij sherit. Ose del për shembull, si thojnë, e kam përmend hoxhallarët edhe më herët, del hatibin hutbe, edhe thoj, keni kujdes vllazni, ka dal një serial, kështu e ka emrin, ajo e keqe aty e ka emrin kështu, kjo kështu, pse ti po bën reklam? Lun nora 7 ose nora 8, mos i bën reklam të keqes, po kundërshtoje në mënyrë të përgjithshme, që ta kuptoj ai që e din se për çka bëhet fjalë, dhe mos tjetë reklam të kaj tjetri që nuk e din. Më thonë, duhet kihet parasysh kjo. Kjo është, i thojnë ulemat si ishare, do me thonë punën e nënçmimit. Në punën e nënçmimit, si isharet që e kuptojmë prej nënçmimit, prej injorimit të dikujt. Pra, kjo është, këto janë urtësi që i kam përmend. Do të thonë se pse nuk e ka përmend Allah subhanahu wa taala në Kur'an, sepse është njeri që pretendon se është Zot, është njeri i nënçmuar. Andaj përmendja e tij në Kur'an do të ishte nder për të. Shkatrimi i Dejjallit, si do të vdes Dejjalli, si do të shkatrohet Dejjalli. Dhe kjo është pika e fundit që e përmend ky dietar, do të thonë në lidhje me këtë shenjë.
Dihet, e kina përmendur edhe më herët, po edhe ata që kanë dëgjuar, kanë lexuar për këtë e dinë se vdekja e tij apo shkatrimi i tij do të jetë nëpërmjet duarve të Isaut alayhis salam. Do të zbret Isau alayhis salam do me thonë do të atakoj Dejjalin inde Bab Lud. Kjo është një vend ngat Jerusalemit. Kjo është një vend ngat Jerusalemit, sepse Isau alayhis salam do të zbresë në Damask, tek El Menare Sharqie i thonë. Kur do të zbresë në Damask, thot pejgamberi alayhis salam prej aromës së tij, Isau alayhis salam, prej frymarrjes së tij do të vdesin këto qafirat e vegjël. Dhe Dejjalli do të jetë pa mbrojtje dhe do të fillojë të ikë në drejtim të Jerusalemit. Dhe tek Bab Lud, ky vendi do të thonë që është ngat Beitul Maqdes, ngat Kutsit, se ne Jerusalemin e quajmë Beitul Maqdes në terminologjinë do të thonë e muslimanëve, apo Kuts. Shkurt, këtu thot do të ngel Dejjalli, nuk do të mund të ikë më shumë dhe do të filloj të shkrihet. Atëherë Isa alayhis salam do t'i thoj, une e kam një goditje për ty dhe nuk do të lejoj që të shkëtosh. Nuk do të lejoj që të vdesish kështu, po do të godas. Dhe e godet me atë si thik, si shpat që e ka, do me thonë, do ta vrojt Dejjallin. Dhe urtësia e kësaj është që të shihet se është njeri, do me thonë ka gjak, është njeri, nuk është asgjë, nuk ka asgjë hynore tek ai. Kjo është do me thonë se si do të shkatrohet Dejjalli. Isa alayhis salam do ta vrojë. Ndërsa për Isën alayhis salam, i cili nuk do të zbresë si pejgamber, po do të zbresë si pjesëtar i umetit Muhamedit alayhis salam, do të gjykoj me Kur'an, madje kur do të zbresë nuk do të pranoj që të bëhet imam, që t'ua bëj me dije se nuk ka zbritur si pejgamber. Si pejgamber, po ka zbritur, do me thonë nuk ka zbritur si pejgamber i ri me mision të ri, po ka zbritur si pasues i Muhamedit alayhis salam.